Ai cili agjeron muajin Ramazan e pastaj e përcjell e pason atë me 6 ditë të Shavalit, konsiderohet se ta ketë agjeruar një vit të plot. Vitin e ardhshëm të njëjtën gjatë, vitin tjetër dhe kësaj në mënyrë indirekte të Zotit me sevap e je agjerueshëm tonë jetën. Pas Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka legjitimuar, ai është ligjvënës, me agjeruar 6 ditë të Shavalit në muajin që vjen që jemi tani këtë muaj, hanën tjetër, këtë hanë, me agjeru 6 ditë. Dhe ka thënë ai bekuar, siç ka në hadith të Ebu Ejub Ansariut, që hadithin e cek Muslimi dhe të tjerë, men sama Ramadane, thëmet bahu sitën min Shaval, kane kësijami dëher, ai cili agjeron muajin Ramazan, e pastaj e përcjell atë, e pason atë me 6 ditë të Shavalit, konsiderohet se ta ketë agjeruar një vit të plot. Kjo për faktin se një muaj Ramazan, wal hasanatu bi ashri amthaliha, një sevap është me 10 shpërblehet, një ditë agjerim sa 10 ditë, 30 ditë agjerim sa 300 ditë, po pjesën e 60 e pak. Çdo 6 ditë, çdo ditë ka 10, bëjnë 60, atje 300 dhe po konsiderohet që i agjerueshëm ton vit. Me 6 ditë të Shavalit ja bashkangjet respektivisht pas Ramazan të agjeron dhe konsiderohesh që ka agjeruar ton vitin. Vitin e ardhshëm të njëjtën gjatë, vitin tjetër dhe kësaj në mënyrë indirekte të Zotit me sevap e je agjerueshëm ton jetën. Imagjino, çfarë dhuratë e madhe e Zotit. Mendimi shumicës absolute të ulemave se është sunnet me agjerue. Mustahab e preferuar është sunnet, kur gjë më shumë. A me agjerue radhazi një pas një, apo me agjerue në gjitë, me ndërprerje, apo pa ndërprerje, mund është ashtu edhe ashtu. Të dy mendimit i kanë thënë ulemat mbrana çdo mëdhëbi. Por ajo që është tepër më rëndësi, ditën e Bajramit nuk bën me agjeru, sepse është haram, është e ndaluar, por ditën e dytë që ndej bën me agjeru.